Rreth 2000 objekte arkeologjike të zbuluara ndër vite në territorin e Lezhës do të ekspozohen në një muze arkeologjik, i cili është ndërtuar në afërsi të kalas së qytetit. Investimi realizuar me financim të Bashkimit Evropian do të jetë një ndërthurje mes historisë, identitetit dhe potencialit turistik, duke sjellë në vëmendje rrënje të lashta të këtij qyteti 2400 vjeçar. Përgjegjësi i trashëgimisë kulturore në Bashkinë Lezhë, Paulin Zefi, thotë se një muze i tillë kishte munguar kësaj zone dhe pritet të ndikoj pozitivisht në rritjen e numrit të turistëve. Por problem mbetet pasurimi i tij, pasi një pjesë e mirë objekteve i kanë kaluar Institutit të Arkeologjisë dhe po hasin vështirësi për t'i rikthyer sërish në Lezhë. Duke qenë se kemi të bëjmë një qytet, jo pse është qytet, jo më një qytet ndër më të vjetrit në Shqipëri dhe në rajon, kuptohet se dhe numri artefakte të zbuluar në qytetin tonë për gjatë viteve, fal ekspeditive arkeologjike që janë zhvilluar në trullin e Lezhës dhe në rrethina, ka nxjerrë në dritë objekte të shumta, gjetje shumë të arkeologjike. Ishte udhës faktikisht kjo i ka munguar qytetit duhej me kohë një muze arkeologjik të tillë, më në fund ja arritëm që ta ndërtojmë një muze të tillë. Tu do të paraqiten artefaktet, objektet më kryesore, të cilët faktikisht nuk ndodhen në Lezhë, por ndodhen në Institutin e Arkeologjisë të Tiranës, pra në Akademisë së Shkencave. Do të ekspozojmë aq sa na lejon, na jepet mundësia për të ekspozuar, se një pjesë e madhe e këtyre objekteve që janë zbuluar ndër vite kanë kaluar fondin themeltar, në fakt nuk është një proces i lehtë për të rimarrë për të rikthyer sërish në Lezhë. Ne jemi në përpjekje dhe po zgjedhim objektet më me vlerë për të ekspozuar në mënyrë që t'i vendosim në këtë muze. Do të jenë në total 10 ekspozitorë, pjesa më e madhe objektive me përmasa të ndryshme, formave edhe vjetërsive, do të paraqiten këto ekspozitorë, ndërsa për sa i përket amforëve, objekte më të mëdha në madhësi mbi shkrimet që ndodhen në bloqe prej guri, do të ekspozohen të shkëputura me platforma të veçanta, pra jo në ekspozitor. Pjesa tjetër është e gjitha do të vendos në ekspozitor xhami. Është pikërisht vendi i kryqëzimit të rrugës mes lagjes historike Sheh dhe kështjellës mesetare të Lezhës, është vendi i duhur që mund të rrisë edhe numrin e vizitorëve brenda në kështjellën e qytetit. Po në njëjtën kohë, të rrisë edhe numrin e vizitorëve në vetë qytetin e Lezhës. Pjesa më e madhe e objekteve prej qeramike, guri, mermeri, hekuri dhe bronzi, të cilat përfaqësojnë një periudhë kohe që nis nga epoka e bronzit, vijon në ato të hekurit dhe arrin deri në mesjetën e vonë, e kanë nisur punën për zhvendosjen e tyre edhe ekspozimin në Muzeun Arkeologjik të ndërtuar pranë kalas mesjetare të qytetit.